Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kryemadhe, ku mbrojtja ka kundërshtuar një pjesë të provave të paraqitura nga SPAK. Seanca u mbajt me praninë e të dy të pandehurve, ndërsa avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakrani, kërkoi shpalljen si të papërdorshme të disa provave, duke pretenduar se ato janë marrë në mënyrë të paligjshme. Sipas mbrojtjes, disa prej materialeve nuk mund të shërbejnë si bazë për akuzë, pas janë siguruar pa respektuar procedurat ligjore ose pa vendim gjykate. Në këtë listë përfshihen sipas tyre intervista televizive, një SMS e vitit 2009, video përgjime dhe vendime arbitrazhi. Avokati Cakrani argumentoi gjithashtu se kallëzimi fillestar nuk lidhej drejtpërdrejt me Ilir Metën dhe se përfshirja e tij në dosje është bërë më vonë. Ai shtoi se në kohën e disa prej pretendimeve, Meta nuk kishte funksion ekzekutiv, por ishte deputet opozitar. Në seancë u përdor dhe argumenti se dosja është e fryrë, duke u shprehur se çështja e shekullit përmbledhet në 15 faqe, ndërsa pjesa tjetër është mbushje. Deklaratë që mbrojtja e lidh me pretendime për proces të motivuar politikisht. Nga ana tjetër, mbrojtja kërkoi përjashtimin e disa provave kryesore nga dosja, duke theksuar se ato janë siguruar nga burime private dhe pa verifikim të plot gjyqësor. Gjykata pritet të shqyrtojë në vijim kërkesat për papërdorshmërinë e provave, ndërsa procesi konsiderohet pjesë e një prej dosjeve më të rëndësishme të hetuara nga SPAK në vitet e fundit.